Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Kiabi, Natural. Një program i ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids. Me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, gati. Azura dhe Allegra, po të mos më kishin thënë që ju të dyja jeni dhe binjake, dhe po të mos ishit veshur kështu njësoj, unë nuk do kisha thënë që jeni binjake, si ju s'ngjani shumë. Dim. Po pse nuk ngjani? Kisha thonë gjithë që nuk ngjajmë, nuk kemi një lloj, kemi të parë të ndryshme. Po pse, ka binjake që nuk ngjajnë? Po. Ashtu? Po. Unë nuk isha njohur, kam patur këtu dy goca binjake, se dia I keni parë. Po, I kemi parë. Ato ngjanin shumë me njëra tjetrën. E di. Kush më e madhja? Allegra. Sa më e madhe je? 5 minuta. 5 minuta! Po. Që në ke shumë. Do me thënë, mami ka lindur ty, ka prirur 5 minuta, pastaj ka dalë Azura. Po. Okej. Ti e dëgjon motrën e madhe? Disa herë po, disa herë jo. Kur nuk e dëgjon? Kur e më thot të bëj detyrat njësë herët, kur të mësoj shumë, të lexoj libra, nuk e dëgjoj. Okej, po kur e dëgjon? Kur më thot që të marr gjërat e saj, e dëgjoj. dëgjon. E dëgjoj edhe në shkollë. Edhe në shkollë. Ja merrni gjërat njëra tjetrës ju? Po. Pa I keni njësoj, pse ja merrni gjërat njëra tjetrës? Jo, e kemi ndryshme. Kemi veca të ndryshme. Ju visheni gjithmonë njësoj apo visheni ndryshe? Edhe ndryshe dhe një lloj. Okej, po juve si ju pëlqen që të visheni? Një lloj apo ndryshe? Ndryshe. Ndryshe. Nuk ju pëlqen të visheni njësoj. Pse? Spirë. Po kush ju vesh njësoj? Mami. E asaj pse I pëlqen të vesh njësoj? Që ngjajmë më shumë. Që të dukemi që jemi binjake. Që jeni binjake. Tani që mendoj, mamat e kanë këtë problem edhe me fëmijët që nuk janë binjak. Unë për shembull kam 3 fëmijë dhe kam 2 çuna, kam qef her pas here që ata t'i vesh kështu meçi, pra t'i vesh njësoj. Po. Ata nuk duan. Po, janë tipa të ndryshëm. Po. Shkoni mirë me njëra tjetrën? Po. Po. Disa herë dhe zjemi. Po. Normale është. Tashi. Por çfarë zjeni më shumë? Kur I marrim gjërat njëra tjetrës. Kush është ajo që merr më shumë gjëra? Allegra. Mirë, jam unë. Ti je pak më mistreca, më duket mua. Po të veshit janë çik më mistreca. Dim. Si t'ja bëjmë këtyre që... Mi merr gjërat pa leje, u mërzitem dhe fillon sherrë. Dhe si përfundon sheri pastaj? Duke u pajtuar ndonjëherë Nuk pajtohemi, vazhdojmë zjemi. Okej, cili është sheri më I madh që keni patur? S'kem pa një shirë kështu. kaq të madh. Po thjesht që jemi zënë. Po. Okej, po keni qëndruar pra folur? Po. Për sa kohë? Nga 1 orë, jo më shumë. Okej, nuk si Jo as një ka shumë. ditë, jo një ditë. Jo një një ditë. ditë, Ja. Cila nga ju të dyja është më e durueshme? Allegra. Cila nga ju të dyja është më gënjeshtare? Nuk kemi shumë gënjeshtar, Po unë bëhem pak më shumë. Për çfarë gënjen ti më shumë? Gënjej kështu për gjëra, si për shembull më pyet Allegra mua, si për shembull sa bëjnë 7 herë ditë, unë dua që t'ja bëj dhe ai jap ndryshe atë përgjigjen dhe Allegra më vërtet mua dhe unë e gënjej, ose tip loje, vë në lojë më shumë. Ose pse e ke veshur një robë të time dhe ajo më gënjen. Që se kam veshur. Dhe në fakt e ka veshur. Po. Dhe thjesht më qef me një bluzë nga lart që mos të duket. I bën dhe këto gjëra do me thënë. Po, që mos të dallohet. Kush ja bën më shumë qefin prindërve për përfituar në një gjë? Të dyja. Të dyja. Të dyja? Po. Okej, me kë jeni më shumë plitur, me mamin o me babin? Me Me të dy. Po ne më shumë rrim bashkë dhe motrën e madhe. Po. E keni dhe I motër të madhe, a? Po. Sa vjeç është ajo? 17 Po. Okej, pa jo me kë është më e lidhur nga ju të dyja? Me të Me të dyja dyja. rrim më shumë ajo. Po më shumë ne rrim bashkë. Gjithkohë në shpenzim Bashkë. bashkë. Po vlla s'keni, a? Jo. Do kishit dashur një vlla? Jo. Jo. Pse? Se di, janë të zhurmshëm, nuk janë tip kështu që do Janë pak të këqinj. Janë kështu, nuk të duan. Se kemi binjak në klasë dhe ato nuk Ne jemi duan fare. 4 palë binjak, jo 2 dhe 2, jemi
Jemi 4 palë binjak në klasën tonë. 4 palë binjak. Po, 2. Ua. Jemi Si 8 ka veta. mundsi? Se di, jemi klasa binjakeve që. Pse ka kaq shumë binjak sot? Nuk e di. Kemi një gosë një çun, Hana dhe Paridi. Okej. Edhe 2 të tjerë një prapë një goditun dhe 2 Si shkojnë ata me njëri tjetrin? Hana Paridin, Jo jo shumë fort mirë. mirë. Gocat shumë mirë. Po? Gocat shkojnë mirë, binjakët çun me gocë nuk shkojnë mirë? Jo. Gjithmonë vllai ngacmon motrën dhe ja hedh Po. faj motrës për gjithçka. Ah. Pak si e vë motrën në sikletë, e bërtet mësuesja. Okej, e kuptova. Po, kështu në lidhje me zgjuarsinë, me mësimet, binjakët, a janë njësoj apo kanë ndryshime? Ka ndryshime. Për shembull? Në mirë në gjuhë, mirë matematikë. Ti je mirë në gjuhë, ti je mirë matematikë. Po. Wow. Po dhe që pëlqej më shumë matematikën, gjuhën. Edhe për Janë qyshmëri. tona të preferuara. Okej. Po kështu për qyshmëri për këngëtarë, për shembull, pëlqen e njëjtat gjëra apo jo? Do të themi një gjë, Aliga këndon shumë bukur. Po faktikisht adhuram që këndoj shumë bukur, po unë nuk e pëlqej shumë të këndoj. Unë më shumë kërcejs të këndoj. Po, Okej. Po ti të pëlqen të kërcesh? pak. 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 Po për shembull këngëtar, cili është këngëtari yt i preferuar? Ylli Limani ka këngët shumë melodie. Edhe mua. Edhe ty, domethënë ylli ju pëlqen të dyjave. Po. Okej, në rregull, shumë mirë. Po ushqim preferuar? Kjo ha të kri për unë ha të ëmbla. Edhe këtu jeni ndryshe. Po, gjithmonë. Okej, okej. Arrini dot pa njëra tjetrën? Tani kur zihemi, mund të rrim. Kur nuk zimi, jemi bashkë. Po a ka ndodhur ndonjëherë për shembull që njëra të shkojnë në një udhtim dhe tjetra e ka qëndruar? Jo në udhtim, po në Elbasan. E që ne Allegra. jemi me origjinë nga Elbasani, mund të ketë notur që kemi ndetur vetëm një natë, domethënë larg. Si për shembull njëra, sepse kur kemi qenë në smur, unë domethënë, Adhura mund të ketë ndetur një ditë në Elbasan, si për shembull. Okej. Po. Kaq, jo më shumë se një ditë. Ju ka marrë malli atë ditë? Po. Kemi Edhe qarë për në një udhtim, tjetër. Po, shumë. Unë dhe një ditë në shkollë, Allegra ka qenë smur pak dhe unë fillova të qaja me lotë. Po. Aq shumë se kam qenë sa më që dola jashtë nga mësimi sepse nuk po i mbaj dot lotët më, se prisha orën e mësimit. Po pse ç'a ndjeve? Pse të erdhi për të qarë? Po sepse shiva binjakët e tjerë që rinin bashkë dhe mua më vinte pak si të rria vetëm, nuk ndihem asnjëherë mirë. Po, dhe ne- Se gjithmonë kemi krahun e njëra tjetrës, kur njëra fillon të lashë, tjetra e mbron. Po, edhe ndonjëherë kur shoqet për shembull zihemi në një me shoqë, kemi krahun në një tjetër, bëjmë muhabet bashkë, diskutojmë, pajtohemi dhe prandaj. Po shoqet tuaja janë xheloze që ju keni njëra tjetrën dhe nuk keni për shembull më shumë xhan shoqet se sa njëra tjetrën? Jo, ato kanë vllai ose motrë që kanë, po kanë dhe vita që s'kanë shumë, nuk kanë vëllezër ose motra. Kemi pas një shoqe dhe ajo nuk ka as vëlla as motrë, po ajo ka shumë shoqe dhe rrim me ato më shumë. Po. Ka dhe kushuria që i quan si motra. Pse është e rëndësishme për një fëmijë të ketë një vëlla ose një motër? Sepse e mban krahun e tij Po, ose e të mban saj. afër dhe rime Ndihesh të më gjithë mirë. kohës. Ndjesh mirë, nuk je asnjëherë vetëm, ë? Po, Ke një mbështetje po. Shumë të madhe. shumë të madhe. Mami do të bëjmë fëmijë të tjerë apo jo? Jo, unë për një. Se mami do të shumë pastaj. Ç'a punë bën mami? Doktoresh, radiologe, Shiko. Po babi? ekonomist. Po ju ç'a doni të bëni kur të rriteni? Unë do të bëjmë inxhiniere që të ndërtoj pallatet për njerëzit. Okej. Në sam ka qenë të bëjmë doktoresh. Të ndihmoj të smuret e ka. Ti do si Po, mami, dhe pra. dua të kem një klinik. Politikën në Shqipëri e njihni? Jo. Fare? Jo shumë, jo Jo shumë. shumë. Kryeministri shqiptar dini se kush është? Edi Rama? E keni parë? Ju pëlqen? Si ju pëlqen? Do me thënë e kemi parë në faleminderit. televizor, po nga afër jo. Jo. Nuk të pëlqen? Fare. Pse? S'ma nuk më pëlqen. Pse Nuk e di? di. Nuk e mban mirë vendin shumë. Ashtu, a? Qa ka që shkon në këtë vend? Ka për gjë, po një nga ato që mua më shqetëson shumë është liçeni. Ka një vend të gjelbëruar me bim, me lule. Si që dini, aty është ndërtuar shumë pallate. Dhe një nga ato shqetësimin që prish gjelbërimi dhe ndërtohen pallate, vende, vila. Do me thënë, pallatet zënë shumë vend në gjelbërim. Pse po ndërtohen kaq shumë pallate në Tiranë? Qa mendoni ju? Pse ka kaq shumë pallate? Pse po ndërtohen kaq shumë pallate? Ka kaq shumë njerëz ka këtu realisht? Tani ai shumë nuk ka, po
Njërtojnë mbase që të vinë të eksplorojnë më shumë dhe ta shohin njërë Tiranës si është. Okej. E bëjnë të Vinë të huajt pra, po ndërtojnë për të huajt e keni fjalën. Pra vinë të huajt dhe i blejnë këto apartamente. I blejnë dhe mbase ose dhe mund të të rrinë blejnë me qera. hotele. Po. Parata janë të rëndësishme në jetë sipas jush? A janë të Jo, rëndësishme? për mua është më rëndësishme në jetë dashuria e familjes. Po, dhe mua. Si në familjen tuaj, prindrit janë të dashuruar me njëri tjetrin? Po. Nga e kuptoni ju? Po, e duan njëri, nuk e se nuk e duan, rrinë me njëri tjetrin. Po. Si e kupton kur një njeri të do shumë? Kua i rri me ty, sillet mirë me ty, të respekton, dhe gjithmonë të hap krahun për diçka. Po, dhe të mbështet. Dhe të mbështet në momente më të vështira. Ka patën në një moment vështirë mami ose babi që ju e keni parë që ato e kanë mbështetur njëri tjetrin? Nuk kam pasur shumë, po kemi pasur dhe ne me provime duke mësuar, janë shumë gjatë vështirë. Po, mami mami na ka mbështetur. Po, dhe babi. Ju kanë mbështetur? Po. Gjithmonë. A keni një person që është heroi juaj, që doni t'i ngjani, që doni t'jeni si ai ose si ajo? Për mendimin tim, Skënderbeu është një nga herojt e mi më të preferuar, sepse ai ka luftuar për ne për 25 vite me radhë, nuk është dorëzuar në asnjë moment, dhe gjithmonë ka vazhduar derisa Shqipëria të jetë e lirë, të shpahet e lirë Okej. nga Osmanët. Po ti, ke ndonjë njeri që është hero yt, personal që do doje të ngjash, do doje të jesh si ajo ose si Ti ai? ngjaj jo, do me thënë nuk më pëlqen shumë të bëhem, do me thënë jo të bëhem, po të ndëthojnë që atë jem heroin ose. Okej. Cila është ëndra juaj më e madhe? Ta kem familje me shëndet dhe të zgjasë ky shëndeti, që mos të smuhemi shpesh, të jemi mirë me shëndet. Cilat janë karakteristikat e njerëzve nga Elbasani, me origjinë nga Elbasani? Kanë theksin pak ndryshe. Si për shembull? Kanë dhe kështu që fjalët i kanë pak ndryshe. Kur ne themi këtu në Tiranë thot çfarë, kurse në aty në Elbasan e themi qysh. Dhe është pak ndryshe, kur ne themi në klasë qysh çfarë the, ato nuk më thon çfarë shpëler qysh, dhe unë them se thoni ju çfarë është qysh në Elbasan. Ndërsa këtu është bëj, ndërsa atje është baj. Baj, po. Çabane. Kush janë më të mira, Elbasanlijet apo Tiranësat? Elbasanlijet. Kush janë më të mira, Elbasanlijet apo Korçaret? Elbasanlijet. Mua nuk më pëlqen si flasin Korçaret. Ato theksin, po, nuk më pëlqen. Se si flasin? Se di, po ti është dhe kanë pak të mërzitshëm. Me qa bëre mo? Po. Pe Korçë je mo? Po Shkodranët ju pëlqen si flasin? Jo. E kemi mërzitshëm nga Shkodra. Si flet ajo? Shumë ndryshe, ose kuptoj. Se kupton? Kur flet? Në i herë jo. Jo, e kanë pak vështirë gjuhën. Po dhe, do me thënë, kur na përqafon, thot ta marsh, apo nuk e... Me thënë, e thota, do me thënë, e flet tekstin e vetë, po është pak e vështirë, që ta kuptojmë. Unë kam burri nga Shkodra, edhe kam menduar që do ta ndryshonte gjuhën, se në Tiranë ka 100 vjet dhe vazhdon flet po ashtu. Pse nuk e ndryshojnë do gjuhën shkodrane? Po, duhet ta mbajnë sepse është gjuha tyre dhe mund ta ndryshojnë. Po, është gjuha nënës dhe. Është mirë ta ndryshosh, ta kthesh, ta ruash dialektin apo ta kthesh në Ta ruash. gjuhën letrare? Është më mirë. Është më mirë ta ruash dialektin. Pse? Po sepse mban gjuhën e nënës, vendi nga je, traditat që ke, kulturën. Se në i herë, si për shembull, kur ti shkon në Itali, mund të harrosh fare, je shqiptar, dhe shkon në Itali dhe jeton aty për shumë vite, krijon familje, mund të harrosh gjuhën dhe mua nuk më pëlqen shumë të harroj gjuhën. Harron gjuhën e nënës, vendin, gjërat më të rëndësishme që ke. Karakteristikat, traditën. E keni vënë që ka shumë fëmijë që kanë filluar flasin më shumë anglisht se shqip? Po. Te klasa jonë. Ne shkolla jonë është turke, ne bëjmë gjermanisht, turqisht, anglisht. Okej. Po, edhe te shkolla jonë më shumë flasin, te klasa jonë flasin shumë anglisht. Nuk e di, po e kanë qef. Kemi dhe disa vete nga Turqia aty, po janë duke mësuar shqip, kemi dhe klasë shqipe aty. Po mësojnë shqip ata? Po. Është e vështirë apo e lehtë shqipja për të mësuar? Pak e vështirë për ato, po dinua deri në 30. Po se ne si për shembull zyshat,
ato më shumë gjithkohës bëjnë muhabet. Do me thënë nuk na lënë dhe shumë të mësojmë, edhe ta gjejmë zyshën. Edhe zysha i thot, ja thot emrin edhe i thot pushon, edhe ai i thot mirë të dy ato, sepse ato e din shqipen, po nuk kanë qef ta flasin. Nuk duan ta flasin. Fare. Jo, fare. Ju dini që të huaja? Anglisht, edhe pak turqisht. Po. Okej, më thoni ndonjë fjalë turqisht. Merhaba. Merhaba. Benima dhe mazura, ben të kuzja shënda jam. Okej. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Unë di vetëm se vi seviyorum. Të dua shumë? Të dua shumë, po. Di tamam. Okej. Okej. Di i akşamlar. Nata? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. I akşamlar është mirëmbrëma. E gjatë deri më ashtë të lutem. Di seni bana katsëm. Atë se dim. Akoma se kemi marrë. Se keni mësuar këtë? Jo. Është një këngë turke që më pëlqen. Prandaj më kujtua. Jo, ne kemi kohë në shkollën tonë dhe mësojmë këngë turqisht, kemi mësuar edhe këngë anglisht. Po, si për shembull ato që duan të futen në korë, futen. Okej. Shumica është goca dhe bëjmë për qeshorin, bëjmë për bajramin, bëjmë të festat. Po, si për shembull, ne në qeshor ne kemi ditën e fëmijëve. Po. Po, ato e kanë në 23 prill. Kanë Edhe ndryshe. Korion po e bën në turqisht. Aha. Po, Ju tani çka konsiderojeni? Fëmijë akoma apo Fëmijë akoma. fëmijë akoma? Po. Kur mbaron fëmijëria? Ç'a moshe? Besoj 12 vjeç. 12 mbaron. Do t'ju vi keq kur të mbaroj fëmijëria? po apo do jo? të jem si Peter Pani. Si është Peter Pani? I vogël nuk rritet, ka me Rrinë dime, ishullin e vet, ishin ato ka shtatë. ndërrime të bukura. Mua nuk pëlqen të bëm, kur jam e vogël nuk Të më pëlqen të rritem, të bëm si të rriturit. Po, as mua. Do Çka me ka thënë që që nuk shkonte të rriturit? Pse nuk ju pëlqen jeta e të rriturve? Ju se Po nuk dua më ta pëlqen- shijoj fëmijërinë që kanë, Po. derisa të mbarojë. Si për kur je fëmijë, do ta rrisësh veten, nuk më pëlqen fare. Sa kur mbaron fëmijëria, atëherë ti mërzitesh, dhe do ta kthesh mbrapsht kohë. Do ta kthesh kohën mbrapsht. Po. Okej, goca, jeni shumë të zgjuara. Ju falenderoj shumë që erdhët. Kam nga një dhuratë për ju. Këtu tek Mirëmbrëma Yje Kids. Shpresoj t'ju pëlqej. Kjo është për ty. Kjo është për ty. Faleminderit. Ky program u mundësua nga Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.